ti i ka shumë të ndjeshme, i ka universale, i ka të prekshme. Dhe me thonë, njëri duhet me kalu vujtje për me bon që të shkrime. Edhe tashti, dhe me thonë, tjerën e jetës, për shpreja më një figurative, jë mundu me mujtë më artë. Edhe, kom kontaktu me shkrimtarët ndryshëm, nëse ti ki më rita, unë e syti për para, nuk ta kam i nati, nuk kam gjelëzi, se në botën e artit edhe në çdo fushë është kjo gjelëzia, nuk thoj për shembull është përkthy një shkrimtar i ri, po me emrin me mbiemrin. Jo, mos thuj Fejs Demiri, është përkthy një shkrimtar i ri që po është shqiptar, mos e quaj as talent, po është produkt i rrethonave, është produkt i punës të ngulmuese, i sfilitive të mëdha, i taratisive të mëdha, që u mundue një farmyre një dhez llampat e jetës me art, dhimbjen me mujt me art, edhe me arrit gjona të mëdha. Flasim për Fejs Demirin, i cili ka ardhur nga Gjakova. Poezia është zhanër elitar. Duhet me latu fjalën deri në perfeksionizëm. Duhet me nxjerr maksimumin nga fjala. Unë e marr me shumë fusha në jetë, veç nuk di një fushë më të vështirë se artin. Do me thonë, Ali Podrimi ka një shprehje, Ali Podrimi është për idolëve të mi edhe që ka dhënë shumë për artin, fatkeqësisht nuk o vlerësu sa duhet në vendin tonë. Poezia me bukur nuk është shkruar, e as nuk do të shkruhet për derisa zhytësit ende jetojnë. Do me thonë ndjeshme, i ka universale, i ka të prekshme. Do me thonë, njëri duhet me kalu vujtje për me bon që të shkrime. Isha duke rujt baktit në atë kohë, atë botë, edhe vlla ose motra, njëri për tyne ma sjell një libër të një vajzës së re, që e kish botu, edhe një farë mënyrë mu ma zgjej atë kërshërin, atë entuziazmin edhe vullnetin, edhe mësuesi ma kish dhënë detyrë shtëpie, edhe brenda një dite, i kom botu i kom shkru në fakt rreth 15 poezi. Do me thonë, në vitin 2019, shkrimtari Fejs Demiri përkthehet në Meksik. Janë po nduket edhe mediat ndërkombëtare që kanë shkruar edhe mediat ndërkombëtare, këtu janë botimet e mia. Ky është libri që nuk është botu ende, do me thonë është në proces finalizimi. Këtu diku edhe poezit mia janë shkruar në gjuhën angleze. Do me thonë, këtu është shkrimtari Fejs Demiri ka arritur të përkthehet në Spanjë, Itali, Francë, Meksik, në pika të shkurta, janë përkthyer në disa shtete. Dhe këtu botimet e mia kuptohet me inteligjencë artificiale. Sfundmi ka qenë ora diku 3:45 të mëngjesit, ku më ka ardhur dhe lajmi përmes emailit që shkrimet e tua janë botuar në Pakistan. Do me thonë, kjo është e fundit. Edhe me thonë drejten, isha atë natë pa gjumë, isha të punu, edhe më gëzoj shumë fakti, sepse është një shtet që pak din për historinë e popullit tonë, pak din për artin tonë, ne duhet t'ja kumtojmë botës. Isha duke shiku edhe vetë, këto është edhe Qarshia e Gjakovës. Ata fotografin garante kanë marrë prej interneti. Besoj se kom dërgu veç librin edhe foton time. E kom një vetën mirë, do me thonë, jem një plotësun, sepse është një vend që nuk e një fort historiografin tonë, të popullit tonë, dhe ne duhet t'ja kumtojmë botës. Duhet t'i thojmë se ne jemi vend me vlera. Kur t'vjen një turist i huj në vendin tonë, nuk i këqyr stambenet, ta këqyr artin, ta këqyr muzeun, ta këqyr kulturën. Ishe vajzat tona që shkanë arrit në gjodo, ishe sportistat tonë. Ti përkrajmë, ti të cytim për para, ti foqezojmë, ti rritim vlerat.